Ky që e kemi në ka të djathtë është i lindur me Dërkoc të Gjakovës, i lindur, i rritur dhe i stërvitur për luftëtar, i rënë dhe prehet i qetë si çlirimtar këtu në vaksinë të Likovës, i rënë në fushë të betejës për çlirimin dhe barazin e shqiptarëve në tokat e veta në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sot fitore e general Adil Limanit janë të prekshme. Shqiptarët i përjetojnë me 3 universitete, me flamur kombëtar, me gjuhën shqipe të lëvruar zyrtarisht, me përfaqësim në ushtri e polici, dhe çdo tendencë që të preket kjo arritu, generali është roje këtu në malsinë e Karadahut. Edhe pse i lindur në Dërkoc të Gjakovës, e vrap Lukaxhinit, por ky luftar e çlirimtar ka pas dhëmshuri për çdo plan të tokave e patriot shqiptar. Prandaj ndjen nostalgji e dhëmshuri. Dhe ky prehet këtu sepse edhe kjo tokë është e Fadil Liman. Ta ruem në fanatizëm kontributin, luftën, të arriturat e Fadil Limanit, general, dhe të çdo luftari e bashkëluftari, amanetet e tyre të na shërbejmë si udhërrëfys dhe asnjëherë të mos bëjmë hap pas, po të ecim përpara ashtu siç kanë marshu këta nëpër brigade. Deri në çlirim Kosovës dhe barazi të plot për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për Fadil Limanin, komandant brigade, nuk ka lajmërim e njoftim që ka rënë komandanti i brigadës. Nuk ka njoftim e lajmërim sepse ra në krye detyrës i pari i një brigade me 1000 ushtarë që kishte. Dhe e analizuam si çështje sa të dhimbshme, për ma tepër një humbje tepër e madhe në inspektorin e shtabit të përgjithshëm, general Malish Ndrecaj, se për komandantin e brigadës nuk do bëjmë asnjë njoftim, asnjë lajmërim, sepse nuk do të ndihen mirë ushtarët, nuk do ndihet mirë komanda e brigadës. Kështu që Fadil Limani për ushtrim shërimtare kombëtare nuk ka vdekje, nuk ka asnjë lajmërim, dhe ai përjetësohet gjallë këtu në tokën e vet në këtë shtatore.